Kanë vazhduar protestat edhe ditën e sotme përpara Kuvendit të Shqipërisë dhe për të folur mbi to kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Alban Duraj. Zoti Duraj, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi gjithmonë. Zoti Duraj, pse keni parë këto protesta dhe sidomos protesta që zhvillohen kur ka kuvend? Janë protesta qytetare, protesta të cilat ndodhin nga qytetarë të cilët janë të mërzitur nga keqeverisja, pra nga një qeverisje 13 vjeçare, me një kryeministër i cili nuk ka më çfarë të premtoj më qytetarëve, pra këto janë protesta normale që mund të ndodhin në çdo vend të botës së qytetëruar, demokratike, ku qytetarët janë të mërzitur me qeverisjen e tyre. Po ta shikojmë edhe simbolikën që kanë këto protesta, janë simbolika të cilat thjesht janë për të zgjuar deputetët apo përfaqësuesit e qytetarëve për punët për të cilat ata janë besuar apo janë votbesuar dhe për ta kuptuar që ata nuk janë thjesht të emëruar, edhe pse mundet, por edhe pse i ka vendosur kryetari i Partisë Socialiste apo kryeministri Rama në ato lista, ata duhet kuptojnë që janë aty për të shprehur vullnetin e qytetarëve dhe jo çdo gjë që vjen nga kuzhina e Partisë Socialiste apo nga kuzhina e kryeministrit duhet të votohet me të dy duart nga përfaqësuesit e qytetarëve. Natyrisht që edhe thirrja e këtij sesioni, pra nuk ishte planifikuar, por u bë një thirrje emergjente dhe do të shikojmë se si do të vijojë, sepse për momentin deri në orën 3 do të jetë pushim dhe u mbyll seanca plenare për të parë se çfarë është gatuar paraprakisht dhe çfarë projekt ligjesh do të kalojnë sot në kuvend. Kështu që unë i shikoj protestar brenda kuadrit qytetar, nuk ka asgjë, sepse në vetvete ndaj quhet edhe protestë. Kemi parë vende si Franca, vende të zhvilluara, Gjermania, Italia, Greqia, ku aty qytetarët janë edhe të irrituar me masa caktuara që mund të marrë qeveria apo shteti në ato vende dhe kemi sulme që i bën institucioneve, përdorja e dhunës, nëse do ta quajmë të tillë, por unë mendoj që protestat janë brenda kuadrit civil. Kështu që nuk ka asgjë për tu shqetësuar, i vetmi shqetësim është që forcat e policisë mos të përdorin gaz vetësjellës, mos të përdorin lëndë kimike të cilat irritojnë qytetarët, por natyrisht edhe i verbojnë ata në shikim dhe i sillin pasoja të shumta, saqë kemi Komitetin Shqiptar të Helsinkit, i cili në deklaratat e tyre publike e kanë konstatuar të fakt që dhuna nuk është në mënyrë proporcionale me reagimin që kanë qytetarët dhe përpasoj duhet të shikojmë që forcat e policisë mos të veprojnë me dhunë, sepse aty kanë përballë vëllezërit dhe motrat e tyre, por më tepër që janë aty vetëm për të respektuar ligjin dhe vetëm ligjin. Dhe kushdo punonjës policie i cili do të tejkalojë përdorimin e kompetencave të tij që ai jep ligji, atëherë duhet të mbajë përgjegjësi penale, kështu që nuk duhet të marrë urdhra të palishëm, urdhrat e palishëm nuk duhet të zbatohen dhe kjo është e përcaktuar edhe në kodin penal, kështu që duhet ta kuptojnë rëndësinë e pozitës së tyre dhe të detyrës që ata ushtrojnë. Shpresoj që të mblidhen sërish qytetarë, kemi një shpërndarje të qytetarëve, kemi zotin Kola i cili është marrë krah e kofsh nga punonjësit e policisë dhe duke u dhunuar dhe duke përdorur dhunë, kjo nuk i bën der policisë së shtetit, aq më tepër që këto protesta po transmetohen edhe nga televizionet më të njohura ndërkombëtare, gjë që do të jetë një opinion shumë negativ në sytë e qytetarëve evropianë, por natyrisht edhe të atyre që i ndjekin.
Ditën e sotme ka pasur dhe arrestim ose shoqërim të Arben Kolës, një prej organizatorëve të protestës që prej 54 ditësh po zhvillohet në Tiranë. Madje janë bërë virale edhe pamjet e zotit Kola, i cili mbahet nga 4-5 policë për të shoqëruar më pas. Si e gjykoni këtë lloj mënyre arrestimesh dhe le të themi, a ka ndonjë gjë si në këndvështrimin tuaj edhe si avokat që është e jashtëligjshme në këtë lloj mënyrën pra se si arrestohen qytetarët në këto protesta? Patjetër ne këtu tani kemi arritur duke qenë se edhe vetë protesta po vijon në mënyrë të vazhdueshme dhe konsistente dhe zoti Kola ka qenë në krye të këtyre protestave që nga dita e parë dhe në vijim ai ka bërë një punë shumë të madhe ku natyrisht që ka dhënë kontributin e tij lidhur me organizimin e qytetarëve, por edhe thirrjet të cilat i ka bërë dhe personalisht në tribunë ku i është dhënë mundësia dhe ka folur rreth keqeverisjes, por kjo është një stil për të cilin kjo polici, natyrisht policia nuk i merr vetë vendimet, por kemi urdhrime nga ana e kryeministrit lidhur me kapjen e atyre të cilët janë organizatorë. Si duket, ky është një plan i mirëmenduar për zotin Kola dhe për shumë të tjerë të cilët kanë qëndruar nga dita e parë dhe në vijim kanë qenë rezistent lidhur me punën që ata kanë kryer dhe natyrisht ky ka qenë një moment pra duke kamufluar edhe sikur duhet të shpërndahet kjo protestë që nuk ka asgjë, zoti Kola nuk bën aty përveç se thirrjeve që ai bën, pra poshtë qeveria apo ku kërkon Rama Mburg, Berisha Mburg, pra kërkon thirrje dhe ndërgjegjësim të qeverisë, dhënien e dorëheqjes së zotit Rama, kështu që unë mendoj që ata e kanë bërë për ta fiksuar, por zotin Kola nuk e frikson asgjë, përderisa ai ka marrë të iniciativë dhe natyrisht që nuk ka bërë asgjë të kundralishëm përveç se tubimit të tij në mënyrë paqësore dhe të drejtë duke respektuar kushtetutën, pra një drejtë kushtetuese të cilët ne e kemi si qytetar, por natyrisht edhe mos ushtrimit të dhunës. Pra nuk kemi asnjë dhunë të ushtruar nga protestuesit, ai më tepër nga zoti Kola, shpresoj që ai të lirohet sa më shpejt dhe natyrisht të mbajë përgjegjësi ata të cilët e kanë urdhëruar, pra problemi është tek urdhri, kush e ka dhënë këtë urdhër, por natyrisht edhe punonjësit e policisë cilët janë bindur këtij urdhri të palishëm. Kështu që unë inkurajoj protestuesit që të vijojnë të vazhdojnë të protestojnë sepse nuk po bëjnë asgjë të kundralishme, asgjë që cënon rendin kushtetues dhe thjesht po ushtrojnë një të drejtë kushtetuese dhe një të drejtë ligjore. Avokat, ka pasur një fjalim të zonjës Elisa Spiropali në Kuvendin e Shqipërisë dhe në ato pak fjalë që ajo tha, u duk sikur kishte një lloj paralemrimi ndaj Belinda Ballukut, ku gjerësisht flitet për një lloj, po themi, konflikti të hapur mes njëra tjetrës. Besoni që Elisa Spiropali, le të themi, do mundet ja dalë që tjetë e vetme në përballje ndaj zotit Rama apo dhe zonjës Balluku? Pra si shikoni këtë lloj distancimit të zonjës Spiropali ndaj kryeministrit Rama dhe sa e zonja do jetë që ajo të eci përpara? Atëherë, zonja Elisa Spiropali ne kemi thënë edhe më parë, pra nga momenti që ka qenë ministre e jashtme, pra ajo vendosi një sër komunikimesh apo i rivendosi ato, duke qenë se edhe kur ka qenë kryetare e Kuvendit ka bërë një diplomaci dhe një aksion të madh parlamentar, pra lidhur me fushatat e saj, takimet e saj me ndërkombëtarë dhe ka krijuar ura bashkëpunimi me to, duke qenë se vjen edhe nga një lëvizje e cila ka pasur komunikime dhe kontakte me ndërkombëtarët, ka qenë e financuar nga ndërkombëtarët. Shkollimin saj vjen një shkollim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra besoj që zonja Spiropali ka në dorë, pra ose ka në mendjen e saj një projekt politik për të cilin ajo do ta shpalosi në shtator dhe në muajin shtator flitet se
rreth 7 deputet, pra do të jenë 7 deputet në total, të cilët do të bëjnë oponencë aktive në kuvend, por edhe në Partinë Socialiste, në mënyrë që të kemi implementimin e tezave apo të kërkesave të zonjës Spiropali lidhur me propozimet e saj të cilat ja ka bërë kryetari i Partisë Socialiste, Asamblesë së Partisë Socialiste dhe gjithë anëtarëve të Partisë Socialiste për një marrëveshje të re, të cilën ai e quan me qytetarët. Dhe në këtë kuptim, duke marrë në konsiderat edhe sulmet të cilat janë ndërmarrë, pra sulme të shumta të cilat janë ndërmarrë për zonjën Elisa Spiropali dhe familjarëve të saj, dhe ajo mendon që ka vetëm një emër dhe emri i saj është zonja Belinda Palluku, pra zonja Palluku është trumullari i gjitha aksioneve të cilat kanë ndërmarrë policia e shtetit, por natyrisht edhe zyrat e shtetit, zyrat e tatimeve, kontrollet të cilat janë bërë edhe nga Byroja Kombëtare e Hetimet apo nga Prokuroria e Posaçme, dhe ajo mendon se ka vetëm një emër dhe ky emër është zonja Belinda Palluku, por natyrisht ajo e ka kuptuar se zonja Palluku është Benjamini apo më saktë është ekzekutori i urdhrave të cilat i jep sot kryeministri i Shqipërisë, dhe kjo u pa edhe tek ato përgjime të cilat ishin për zonjën Palluku, ku në mënyrë të vazhdueshme kuptoi se kush e urdhëronte dhe çfarë porosish zbatonte ajo. Kështu që në një farë mënyrë nga njëra anë ajo i bën një presion të shtuar kryeministrit Rama lidhur me ndalimin e këtyre sulmeve, të cilat kanë kaluar edhe tek familjarët e saj, por nga ana tjetër edhe zonjës Palluku në mënyrë që mos të zbatoj urdhra të palishëm apo urdhra të cilat sënojnë familjen e zonjës Spiropali. Megjithatë, mendoj që këto sulme, të cilat kanë ardhur duke u shtuar për familjen e zonjës Spiropali, kanë ardhur si rezultat e një komunikimi të hapur që zonja Spiropali ka pasur, apo bashkëpunimi që ka pasur me zotin Kurti. Dhe natyrisht që zoti Rama nuk kërkon, pra nuk do rreth vetes bashkëpunëtorë të cilët kenë një personalitet politik, qoftë edhe komunikime të cilat i tejkalojnë detyrave të cilat i cakton kryeministri, dhe përpasoj ai edhe i shkarkon ministrat apo bashkëpunëtorët e tij. Dhe rasti i zonjës Elisa Spiropali është rasti konkret. Për të kaluar edhe më përpara kemi pasur shumë bashkëpunëtorë të cilët zoti Rama ka vepruar në të njëjtën mënyrë. Kemi rastin e zotit Veliaj po ashtu, duke qenë se e ka parë si një rival dhe konkurrent brenda Partisë Socialiste apo rreth imazhit të tij politik, zoti Rama ka ndërmarrë një hap të tillë. Kështu që zonja Spiropali e di fare mirë se çfarë pret, nëse nuk do të ketë një reagim në këto kohë, pra besoj edhe shtatori është një muaj i vonuar në mënyrë që ajo të reagojë lidhur me formimin e një grupi parlamentar, i cili do të jetë një grup i pavarur, por ndërkohë që do të ushtrojë gjitha kompetencat e saj, të cilat ja i mundson statuti i Partisë Socialiste për të kërkuar rinovimin e kësaj partie, por natyrisht edhe ndryshimet në qeverisje. Kështu që ajo e ka mbështetje ndërkombëtare, ka shumë të pakënaqur brenda Partisë Socialiste, të cilët nuk e kanë gjetur mundësinë brenda këtyre, pra rreth këtyre viteve, pra 13 viteve në pushtet, por natyrisht kemi pasur edhe shumë nga ata të cilët janë zhgënjur nga kjo parti edhe pse kanë dhënë maksimumin dhe nuk janë vlerësuar nga kryeministri Rama. Avokat, është bërë mjaft viral edhe një video Agronshajt i cili në seancën e kaluar nuk u lejoi që të futej në kuvendin e Shqipërisë, edhe pse sipas tij në fakt i kishte përfunduar afati i përjashtimit nga kuvendi. Si e shikoni këtë raport që zoti Shehaj ka me kuvendin, por që edhe kuvendi ka me zotin Shehaj? Atëherë nëse i ka kaluar afatin e
përjashtimin nga kuvendi, patjetër që kuvendi duhet ta lejojë, por ajo që mua më bëri përshtypje më tepër është momenti që atë nuk e kanë lënë në derën kryesore. Pra, edhe nëse në kuvend ai nuk do ta kishte përfunduar dënimin të cilin i kishte caktuar Komisioni i Mandateve apo kryesia e cila ka marrë vendimin për përjashtimin, besoj Komisioni i Disiplinës më saktë, atëherë mendoj që ai duhet të lejohet të futej në ambientet e kuvendit. Pra, kushdo deputet lejohet që të shkojë aty, mundet, por nuk lejohet që të shkojë në sallën, pra që të shkojë poshtë ambientit ku janë deputetët dhe janë ulëset e deputetëve, por askush nuk mund t'i ndalojë ata që të shkojnë në lozhën e kuvendit. Pra, kushdo qytetar është i lirë që të shkojë aty, mjafton edhe një qytetar i thjeshtë i cili ka dëshirë që ndjekin një seancë plenare, ai shkon në kuvend, paraqitet aty dhe depoziton kartën e identitetit dhe lejohet për të parë apo për të ndjekur një seancë plenare. Kështu që ndalimi është i deputetit për të folur apo për të qenë pjesë e sallës, e votimeve të tij, e diskutimeve të tij, vetëm për të është ndalimi, po jo për të futur në derën kryesore, sepse zoti Sheh mund të shkonte edhe në kafen që është brenda kuvendit apo edhe në lozhë, pa hyrë nëse e ka mbaruar atë vuajtjen e dënimit apo jo. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Ju falenderoj shumë, më është kënaqësi gjithmonë. Faleminderit.